Shën Valentini I ka ngelu që marrin ndonjë dhuratë, se vdesin ti marrin ndjenve dhurata. Kush? Gocat, vdesin. Politikanët shkojnë në për motelet më të shtrenjta. Festojnë me bashkëshorten apo me dashnor? Çfarë bashkëshorte more? Sot do të flasim për ditën e të dashuruarve, dita e Shën Valentinit. Le të pyesim qytetarët se ku po e festojnë sot dhe çfarë presin nesër. E duke qenë se sot dita është me shi, kush po qanë më shumë, beqarët apo të martuarit? E festoni Shën Valentinin? Ja duhet festujem. Si e shikoni juve këtë ditën më të bukur që ka rinia shqiptare në syrin tuaj? Ju e keni kaluar? Dita më e bukur ka qenë kohën tonë, jo në këtë kohë. Pse në kohën tuaj? Ka qenë më e bukur. Se Se kemi qenë neve as tualet, as bënim vetulla, syje, gjera si I bënë syri. Ka bio atëre? Bio ka qenë çdo gjë. Dhe ishte freskia e moshës. Tash e kanë humbur freskinë. Tash e kanë humbur freskinë e moshës. Pas ka frikë. Ju në moshën nga syri I moshës tuaj, rinin sot si e shih? Rinia cop. Cop. Nuk kanë mundësi që ta festojnë Shën Valentinin apo ato s'ka nevojë se I festojnë si I do qeti, kur I do qeti. Festa di San Valentino. It's okay. Sì, è bella, mi piace, bella decorata, la piazza, molto bella rispetto all'Italia, sentite la festa molto bene, complimenti. Jo, Pse kështu? jam beqare. Do të festoj këtë ditën e beqarisë? Po, të tjetër. Si po shikon situatën e këtyre çifteve të reja? Dhe tani s'po shikoj çifte, po shikoj persona si puna ime. Ku janë këta çifte? Po pra s'po shikoj. Ku mund të kenë shkuar? Çfarë mund të bëjnë? Ndoshta kanë ikë në një vend tjetër duke festuar. Duke qenë se sot koha që ka me shi, mendon se po qajnë beqarët apo Thua? kush po qajnë më shumë? Beqarët apo të lidhur? Ne s'po qajmë mirë. Ne jemi shumë mirë kështu, se po të qanim, do ta gjenim dikë, kështu që. Cili është ai ideali jot? Çfarë pret? A si gjë nga ato që të pa parashikueshme. Flas njëri thjesht, njëri familjar, me gjitha. Nuk ka ardhur akoma, ka pas tentativa që të vi ky personi ideal, siç e quani ju apo? Nuk ka ardhur akoma, besoj Zoti e di. Kismet, ndor të fatit, kështu që. Shikoj se dhe fati ndonjëherë mund ta mbash edhe vet, ta kesh vet në dorë. Ikim vet. Po çika të vështirë. Tash Si e festoni? Në dhuratë të lezetshme. Këto janë gjëra private, si festohet. Nuk po flasë për gjëra private, po flasë për gjëra për shembull del lokale, feston në shtëpi. Po feston në shtëpi. Del për qef, merr dhuratë. Varet. Thjesht një mendimi juaj për mësuar edhe këta të rinjtë e sotëm. Tani sipas mundësive dalim dhe jashtë Tirane, ndonjëherë kemi festuar dhe jashtë, ndonjëherë këtu sipas mundësive, po San Valentinot. Ta bëjmë pyetje apo jo? Nuk ka nevojë për pyetje. Çfarë ka nevojë njerëzit? Sa më shumë dashuri për shokun, për mikun, për motrën, për vllajën, për të gjithë njerëzit. Pikërisht tu doja dilja pra. Për të gjithë S'na njerëzit. intereson. Dashuri pafund nuk ke asgjë të keqe nga dashuria. Ti si mendon, ndodhemi në kushte të vështira ekonomike apo jo? Dëgjoj, papunësia është e para njëherë. Pastaj vin me radhë gjitha. A mund të ketë çifte të rinj që duan ta lidhen të kurorën e fejesës, por për shkak të mundësisë ekonomike, Ana ekonomike duhet shtëpi. S'ka, zero, se janë të shtrenjta. Duhet të punojnë. Ngelen, as fëmijë nuk bën pastaj, as asgjë. Pse? Se s'kan. Po e qenë t'i mbajnë. Sepse se s'kan. Shën Valentini ka ngelu që marrin ndonjë dhuratë, se vdesin ti marrin ndjenve dhurata. kush? Gocat, vdesin. Po t'jem presni e dhurat në gocat? Absolutisht. Ato I marrin mamit lek po s'patën, t'ja bin gocave dhuratë. Ja, pse ndodh kështu thua? Plot. Më mirë testosh Valentinin me qen apo me njeriu në zemrës, si ka ardhur koha sot? Me qenë më mirë, se edhe në krevat e mbajnë qenin. Se Ti je me nuk ide që dua të duan- flas, nuk do të flas. Ti je me ide që qeni do të mbajnë krevat. E mbajnë, 3 qereku e mbajnë krevat. Të rinjtë që nuk punojnë kërkojnë tek prindrit normalisht, ndërsa ata që punojnë mundohen të shkretët se rinia ka dhe pretendime shumë tash në ditët e sotme, do dhurata çik të mira, të shtrenjta, nuk kënaqen më me një lule, me një pellush të vogël, me një gjë. Rinia shqiptare ka çik pretendime. Mendon se kjo mundësia ekonomike mund të
bëj që dy të rinj për shembull, nëse dashurohen për shkak të mundësisë ekonomike, të shtyjnë atë lidhjen martësore. Pa diskutim fare. Besoj se që ke kënaq nga dhurata që ke marrë për Shën Valentin apo jo? E festojnë Shën Valentinin apo jo? Sa ka përqeshme nga Shën Valentin, ditë e dashurisë? Besoj se keni dalë për Shën Valentin apo jo? No, jo. Festoni Shën Valentinin? Jo. Po politikanët tanë festojnë? Nuk flas dot në këtë pjesë, S'kan lek. se po mos ta kesh këtë live, do të flisja me gjuhë tjetër. Nga mbrapa, në kap mua në kamp dhe flas. Mos e nxit si pyet. Ju vetë festoni? Po e festoj. Si e festoni? Në dhuratë të lezetshme. Këto janë gjëra private, si festohet. Nuk po flasë për gjëra private, po flasë për gjëra për shembull del lokale, feston në shtëpi. Po festoj në shtëpi. Na jemi Nuk shpreh. panoramë të lezetshme për ta hallexhin ta Për politikanët. Politikanët shkojnë në për motelet më të shtrenjta, marrin nga mbrapa çfarë marrin, edhe e kalojnë. Ti këtu të di Leon, e festojmë me bashkëshorten apo me dashnorë? Çfarë bashkëshorte more? Harroje. Bashkëshortet i bën një dhuratë, ja çon në shtëpi. Ndërsa kështu pastaj festojnë si u dojtë kokreqi. Politikanët si mendon se festojnë Shën Valentinin? Këtë se di. A ka mundësi ekonomike? Po mundësi ekonomike tash. Këtë e dim ne që kanë. Me bashkëshorten? E festojnë disa herë ma. Me bashkëshorten apo Disa herë. Respekt, faleminderit. Suar.